Përshëndetje zemrat e bukura, tani do ta bëj këtë vlog vetëm me audio, do me thënë nuk kam dalë për përshëndetje dhe këtu është mëngjezi im. Mëngjezi im këtu janë disa fara, mjalt, arra edhe bajame. Më besoni që vetëm 4 ose deri 5 luk edhe 3 luk të mbajnë jashtëzakonisht shumë. Pothuajse gjatë gjithë ditës, do me thënë mua më mbajnë, këtu jam duke bërë make-upin, sepse do të dalë, do të marr kafen dhe jam shumë e zënë me shtëpinë e re, duke qenë që e keni vënë re që jam dhe ngarkuar dhe nuk mundem dot edhe për vlogje, e kam shumë të vështirë. Por po mundohem që t'ju tregoj pak nga pak edhe shtëpinë, por edhe punët, do me thënë jam shumë e ngarkuar nga të gjitha anët, nuk di se nga ta filloj, nuk di se nga ta marr këtë gjë. Dhe po ju tregoj edhe pak të veshjen time shumë të thjeshtë. Është kjo këtu. Pantallonat bardha dhe kjo bluzja e bardhë që është me një, do me thënë me një cep, është e qepur e atill që mua më pëlqen shumë dhe nuk e di se si mund t'ja vendos emrin. Edhe kafja këtu tek Nikeli që ma qajnë, do me thënë si gjithmonë kafe. Kam vendosur që të pjek mish sot, shkova te kasapi dhe kam marr mish për të pjekur. Fatmiri si gjithmonë, do me thënë punon. Pra këto janë vlogjet, jo vlogjet, por janë disa video të marra gjatë gjithë javës, gjithë këto ditë do me thënë. Dhe unë këtu kam vendosur zgarën për Fatmirin që kur vita ketë gati, edhe për gocat. Gocat në fakt nuk kanë ngrënë jashtë me neve, se ishte pak ftohtë dhe lagështira ishte pak e lartë. Në fakt sado që kishte diell, që fillova me pjek mish mire, unë ngrohëm tek zjarri, por gocat preferuan më tepër që të hanin brenda, edhe poqja patlıgjana, speca. Qa kam pjek tjetër, nuk e mbaj mend, duket kalamar, nëse mbaj mend, edhe buka e thekur, sepse audion që po bëj tani është bërë shumë mbrapa, dhe këto janë videot shumë më përpara, edhe unë me Fatmirin që po ham vetëm ne të dy, do me thënë, ai e gjeti zgarën të ndezur gati të gjitha, dhe na pëlqeu që të hanim jashtë. Mbas e ngrënies mishit të pjekur, kemi bërë edhe kafe turke, pra. Kafe turke në prush, që nuk ka më mirë edhe më të shishme, që unë sinqerisht e pëlqej jashtëzakonisht shumë, e kemi pirë të dy. Më ka ardhur edhe kunata nga Shqipëria. Lori, që ku të këtu ata bjerë mu? Ja këtu. Në po të mugi vidja, nuk du. Shpejtësik. Lirën më dalë që tjera. Ku të dalë më iki me se që kemë një? E morëm një tufti mine, një tufun lule. Ikësh me tuf me lule. Ku? Shvi? Shvi. Ma në duke të gjikvapsoj që qik gjupin fare unë. A mi me nga nga pa ikë se u mërzita mërkhez për khe. Me Se s'mara... Po t'je ke shumë trash gjupin. Një ka shumë, jo? Jo? Ka asim janë ca ma trash, unë kam në 2 hollë shpi, pa janë në qik ma përdorë, më në mora këte. Kurse jelek, pata jelek, ma mirë kështë marrë jelek unë, të kështë futë qamtut, ka në kur ishë ngrof merë jelek, unë sot maj kurisi. Këtu jam tek shtëpia e re që po të shikoni pak, nuk e kam filmuar shumë, duhet të pastroj të gjithë vendit, të gjithë shtëpinë. Kemi filluar me pastrimet që doja t'rregoj edhe shtëpinë pak nga pak, do ta shikoni edhe vetë. Siç ju kam premtuar, nga pak, megjithëse sinqerisht ju ja them që nuk e di pse, por nuk jemi ndier mirë këtë ditë, kemi qenë palos në divan, nuk ngrihemi dot. Jemi të dy me Fatmirin pa pikë fuqie. Ndaj edhe unë edhe nga koha, edhe nga që s'kisha pikë fuqie, t'ju them të drejtën, për të bërë një vlog dhe për të folur, kam qenë e mbaruar. Sinqerisht, dhe nuk e di, na ka ecë një ters, po na fillojnë na çajën, do me thënë, na janë ndjek llampat e shtëpia. Këtë edhe me plot sinqeritet llampat, po. E tjetër, këtu ke shtëpia kur kemi ardhur këtu frigoriferi ka bërë një zhurmë që nuk e di, lavatriçja po, llampat e aspiratorit janë ndjek, do me thënë kam plas gjitha, dhe ne jemi palos në divan e me zor, jemi ngritur, po shqyr zotit, kjo puna e mjaltit është shumë e mirë, në fakt, ai mëngjezi që siç ju thashun, dhe po ju tregoj që jam duke pastruar shtëpinë për ta fshirë, do me thënë nga plurat më shumë dhe për t'ju treguar dhe juve një pjesë si ka dalë shtëpia.
Megjithëse ka akoma, nuk kemi mbaruar akoma, janë dhe disa gjëra të vogla që kanë mbetur, por prap ka goxha akoma. Për shembull tek dritaret që un jam duke pastruar, këto janë dritare shumë të mira, jam shumë e kënaqur që i kam zgjedhur, kam paguar pak, po janë sinqerisht shumë të mira, vetëm me azaks bëhen nxis, nuk duan as edhe një gjë tjetër. Dhe kishin disa germa, numra që i kanë shkruar ata punëtorët, në firma që i ka bërë, edhe ishe me bojra ujti, por lash vetëm me azaks. Tu kam qenë duke shjuar një sale buzdetit para se të filloja punët kudo që do shkoja dhe çfarë do bëja, domethënë tek shtëpia, dhe kam qenë që në pikë të mëngjesit dhe këtu kemi ardhur në fund të videos, mbasi kam mbaruar të gjithë punët çfarë kam pasur. Në mbrëmje dhe mazite gjithmonë, jo në mbrëmje, po maziteve shijoj gjithmonë perëndimin e diellit, patjetër kur ka diell. Kështu që do të shihemi në videon tjetër, në next video. Bye bye.